Komenti I fjalëve të urta. Të dashur më Krishtin, sot lexojmë nga libri I fjalëve të urta, kapitulli 31, vargu 8 deri në vargun 31. Vargu 8 thot: Hapi gojën tënde në favor të Mehmetit, në mbrojtje të gjithë atyre që janë lënë pasdore. Pra kjo fjalë e urtë na këshillon që duhet të flasim në favor të atij që nuk ka mundësi të flasë, të shprehet, siç është Mehmeti, por dhe në mbrojtje të atyre të cilën nuk kanë mundësi të mbrohen, pra njerëzit e lënë pasdore. Në emër të tyre duhet të flasim duke thënë të vërtetën. Vargu 9 thot: Hapo gojën tënde dhe gjyko me drejtësi dhe mbro çështjen e të mirit dhe të nevojtarit. Edhe ky varg përsëri përforcon atë çfarë tha më sipër, por në mënyrë të veçantë për gjykatësit, të cilët janë të thirrur për të gjykuar me drejtësi, jo nga interesi dhe influenca, por të mbrojnë çështjen me drejtësi, aq më tepër çështjen e të mirit dhe të nevojtarit, të cilët janë të tillë për shkak të gjendjes së tyre shoqërore dhe nuk kanë influencë ose nuk kanë mundësi për ta bërë për vete gjykatësin. Vargu 10 thot: Kush do të gjejë një grua të fortë dhe të virtueshme, vlera e saj është shumë e madhe nga ajo e margaritarëve. Një grua e virtueshme apo e mirë është një thesar. Ajo është më e çmueshme se margaritarët, sepse me margaritarët, pra me pasurinë, mund të blejmë ato çfarë kemi nevojë, por me ato nuk mund të blesh një grua të virtueshme, sepse virtuti nuk blehet. Virtuti është diçka e fituar dhe e trashëguar. Prandaj, gjetja e një grue të fortë e të virtueshme është një thesar I paçmuar. Vargu 11 thot: Zemra e burrit të saj ka besim tek ajo dhe do të ketë gjithnjë fitime. Pra, zemra e burrit, që thot bota e brendshme e burrit, është në paqe, sepse ai ka besim tek ajo dhe nuk dyshon në besnikërinë e saj. Dhe përveç saj, dhe do të ketë gjithnjë fitime. Ai burr do të jetë I fituar si shpirtërisht, pra do të jetë në paqe, por do të jetë I fituar edhe nga ana materiale, siç do shikojmë më poshtë. Të na sqaron vargu 12. Ajo I bën të mira dhe jo të keqe tërë ditët e jetës së saj. Pra, përpjekjet e saj janë të mira dhe dalin në pa për të ndihmuar. Ajo nuk dështon në bashkëpunimin e saj me burrin për shtëpinë e saj dhe familjen e saj. Vargu 13 thot: Gjen lesh dhe li dhe punon me gëzim me duart e veta. Ajo I përngjan anijeve të tregtarëve e sjell ushqimin e saj nga larg. Çohet që me natë për t'i ndarë ushqimin familjes saj dhe për të dhënë urdhrat e nevojshme shërbëtorëve të saj. Ajo gjithmonë del për të kërkuar lesh dhe li, pra lëndën e parë, dhe me gëzim I bën ato rroba, pra I përpunon. Në udhëtimet e saj për të blerë, ajo përngjan anijeve tregtare që shkojnë dhe sjellin mall me bollëk. E shikojmë të grua për shembull ku shkon në një supermarket ose në dyqan dhe mbush karrocat e saj me blerje për familjen e saj. Dhe kjo vjen për shkak se ajo bën ekonomi, nuk I shpërdoron të mirat që I jep burri I saj. Çohet para se të agojë, pra ka një dëshirë të madhe për të shërbyer, për të sakrifikuar. Ajo përgatit ushqimin e familjes saj, edhe urdhrat që ajo I jep shërbëtorëve të saj mund të përfshin jo vetëm mëngjesin, por dhe detyrat për tërë ditën. Pra ajo ka një ditë të planifikuar dhe është një grua vizionare që mendon dhe vepron jo vetëm për çastin, por edhe për orët dhe ditët që vijnë. Vargu 16 thot: Ajo shikon një ar dhe e ble, me duart e saj mbjell një vresht. Ngjesh me fortën e saj ijet dhe I bën më të fortë krahët e saj. E kupton që tregtia e saj po shkon mbar dhe dhamba e saj e natës nuk I shuhet. Kur dëgjon që dikush afër shet një ar, ajo shkon menjëherë për ta parë. Pra ajo ka sukses në biznesin e të mirës së familjes saj. Ajo bën gjithçka që ka nevojë, kështu që ajo e blen, pastaj në mënyrë të paloshme mbjell një vresht
me paratë që ka fituar. Pra, ajo bën të mirën në shtëpinë e saj dhe atë pasuri që e trashëgon nga burri dhe nga puna e saj ndershme, ajo e shumëfishon me tregti të ndershme. Ajo përgatitet për detyrat e saj me forcë dhe entuziazëm të madh. Ajo nuk ka frikë nga puna e lodhshme. Ajo kënaqet qetësisht dhe përullësisht duke parë rezultatet e punës saj. Pasi të tjerët kanë shkuar të flenë, ajo zakonisht punon deri vonë natën. Dhe llampa e saj natën nuk i shuhet, tregon se ajo punon gjithë natën. Pra ajo ka entuziazëm dhe ajo është kërkuese derisa t'i përmbush detyrat e saj familjare. Vargu 19 thotë: "Shtrin dorën mbi furkun dhe pëllëmën e saj zën boshtin, pra ajo merret me punë. Përveç saj ajo gjen kohë për ndihmuar nevojtarin." Pra ajo grumbullon jo vetëm për familjen, por edhe për të bërë lëmosh. Pra ajo në mënyrë jo egoiste u jep atyre që janë në fatkeqësi. Dhe vargjet më poshtë thonë: "Nuk i trembet borës për familjen e saj, sepse tërë ata të shtëpisë së vet kanë një veshje të dyfisht. Bën për vete mbulesa si xhade dhe rrobat e saj janë prej liri shumë të hollë dhe të përpurta." Pra, ajo ka një kujdes jo vetëm për ushqimin, por edhe për rrobën, dhe të gjitha këto i përgatit me punën e saj të palodhur. Edhe bën rroba për të mbrojtur nga dimri, por bën edhe rroba për ta stolysur shtëpinë dhe fëmijët e saj dhe burrin e saj, që ata të dalin sa më dinjitos përpara të tjerëve. Vargu 23 thotë: "Burri i saj nderohet te porta kur ulet bashkë me pleqtë e vendit." Pra, burri i saj ndihet një burr krenar në shoqëri, sepse gruaja e tij është kuror për të. Ai ulet tek porta bashkë me pleqtë, pra ai mund t'ia kushtojë veten çështjeve publike, pa u shqetësuar për kushtet e shtëpisë. Dhe vargu 25 thotë: "Forca dhe nderi janë rrobat e saj dhe qesh për ditët që do të vinë. Hap gojën e saj mbi dituri dhe mbi gjuhën e saj është ligji i mirësisë." Pra, përsëri na tregohet se kjo grua e mirë bën tregti me punën e dorës së saj. Por aq më tepër ajo është dhe një grua e zgjuar, e urtë dhe mëson fëmijët e saj me dituri. Dhe gjithçka e bën me fisnikëri dhe gjuha e saj është ligji i mirësisë. Vargu 27 thotë: "Ajo mbikëqyr si shikon shtëpia vet dhe nuk hap bukën e portacisë." Pra, detyra e kësaj gruas është që të mbikëqyri se si shkon shtëpia dhe këtë e bën pa bujë, pa krenari, një shërbim të përulur dhe nuk ka bukën e portacisë. Gjithçka që ajo ka është produkt i punës së saj. Vargu 28 thotë: "Bijtë e saj ngrihen dhe e shpallin fatlume, dhe burri i saj e lëvdon duke thënë: Shumë bija kanë bërë gjëra të mëdha, po ti ja kalon të gjitha ato." Pra, bijtë e saj ngrihen dhe shpallin fatlume. Ja ku është problemi i kësaj gruaje të mirë, të palodhur, të urtë, fisnike, të suksesshme, sepse bijtë e saj e shpërblen me lavdërimin që i bëjnë asaj. Ata e shpallin fatlume, por mbi të gjitha e shpall fatlume burri i saj, duke thënë: "Shumë bija kanë bërë gjëra të mëdha, por ti i kalon të gjitha." Pra, kjo shfaqet si gruaja më e bekuar ndër gratë. Pra, e gjithë kjo poemë, e cila fillon me një shkronjë nga alfabeti hebraik, na jep një pasqyrë të mrekullueshme të gruas bujare fisnike, si shembull për ta ndjekur gruaja izraelite. Dhe mund të themi se është një mishërim i urtësisë, dhe ky mishërim, sipas etërve të kishës, përmblidhet ose përmbushet në personin e zonjës hylinse, zonjë Shëmari, e cila është më e bekuar ndër të gjitha gratë. Vargu 30 thotë: "Hiri është i rrem dhe bukuria është e kotë, por gruaja që ka frikë nga Zoti është ajo që do të lëvdohet." Pra, një grua mund të ketë bukuri, por jo arsye. Mund të jetë e bukur, por jo praktike. Le të kujtojmë atë fjalë të urtë që thotë: "Një grua e bukur dhe pa mend është si një unaz ari në feçkën e një derri, por gruaja që ka frikë nga Zoti, siç është përshkruar më sipër, është më e mira." Pra, të dashur më Krishtin,
Shumë nga ata që na kanë dëgjuar dhe janë të ri dhe nuk e kanë zgjidhur akoma problemin e martesës, pra nuk kanë zgjedhur bashortën e tyre, ata le të marrin shkas nga ky varg që thot: gruaja që ka frikë nga Zoti është ajo që do të lëvdohet. Dhe vërtet, një grua që ka frikë nga Zoti është më e mira grua, sepse ajo duke pasur frikën e Perëndis, besimin në Perëndin, ajo e do Perëndin. Duke dashur Perëndin, ajo do doj burrin e saj, dhe do doj dhe fëmijët e tij, dhe do të doj dhe familjen e tij. Vetëm ajo grua është një pasuri, që si thuhet në vargun 10, është më e vlefshme, më e madhe se ajo e margaritarëve, dhe vetëm ajo grua është një lavdërim për burrin e saj. Vargu 31 thot: I jepni frytin e duarve të saj dhe vetë veprat e saj le ta lavdojnë tek porta. Pra, kjo grua është më e veçantë nga gjitha gratë, më e bekuar, është më e suksesshme, është nder për burrin, është një thesar më i madh se ai margaritarëve. Jo thjesht se është një grua, por sepse ajo ka punuar më shumë se të gjitha gratë, është më e virtueshme se të gjitha gratë, është më e suksesshme se të gjitha gratë, dhe janë veprat e saj që e lëvdojnë tek porta e burrit të saj. Dhe patjetër, siç thash, kjo është një poem që është një personifikim i urtësisë, por këtu ne shikojmë figurën e të tërshenjtës Vigjëreshës Hylince Mari. Prandaj dhe kisha e nderon të tërshenjtën Vigjëreshën Hylince Mari si më e bekuara të gjitha gratë, jo thjesht se ajo u zgjodh nga Perëndia, por se ajo e zgjodhi veten me virtutet e saj, me bindjen dhe porosinë e saj, dhe bashkëpunoi me Zotin duke bërë vepra të mëdha për shpëtimin e njeriut. Prandaj dhe kisha i këndon: Ti je më e nderuar se kerovimet dhe më e lavdëruar pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar linde fjalën Perëndi, me të vërtet Hylince, ty të madhërojmë. Dhe e tërshenjta, e përmbishenjta, Hylince Virgjëresha Zonja Shëmari është modeli dhe frymëzimi i çdo gruaje. Dëgjuat komentin e fjalëve të urtë.